U mallkofshit. As një pushtues për 2500 vjet nuk ka arritu a mbush mendje shqiptarëve të mos mendojnë dy herë e ta lëshojnë këtë vend arbror. Këta arritën ta bëjnë politikanët tonë të shitur. Gjallë janë, heroj gjallë janë, ti si përmen e heqme, du me përmen, Hashim Thaçi ata. Edhe Hashimi në du me shtirë. Sot është 620 vjetori lindjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu, është një ditë e madhe për shqiptarët. Zoti na ka dhuruar shumë figura të mëdha kombëtare. Botës i kemi dhuruar shumë figura të mëdha, një ndër ta është Skënderbeu. Zeusin, nipi Zeusit Akili, nipi Akilit Aleksandri i Madh, Napoleon Bonaparte, Piro, Teuta, Konstantini i Madh, Skënderbeu, ririndaset dhe Adem Jashari dhe të gjithë herojt e tjerë kombëtar. Nëna Tereze, plot e plot Kleopatra, e plot figura, Shote Galica, plot e plot figura kombëtare që duhet me javë me muaj për t'ju përmend emrin. Zoti bekov shqiptarët, Zoti na dhasht mend, Zoti na jap politikan të duhur në vendin tonë. Se për do politikan ky popull, ky kom shkoj poshtë. Ku je bazu kur e ke thonë poezien për politikanë? Këtë poezi politikanët e shitur e kam shkruar prej zemrës së plast me 16 nëntor 2023. Nëse s'kendi kundër, do e recitoj. Politikanët e shitur tani nuk po të pushtojnë me tanke, aeroplan, ushtri të armatosur, por po t'i blejmë politikanët dhe po të sundojnë me programet e tyre. Amore politikanë të mirë, pse po shiteni? Kush është në vështërsi për shitjen tuaj? Shitët shpirtin, kombin dhe atë dheun për ca parat të ndyra. O shpirtra të shitur, o të shkret, o gjak prishur, o faqezin, ku e gjetët forcen me shit këtë popull të shëmvuajtur dhe këtë tokë të larë me gjak e të mbjellur me trupat e masakruar të kombit shqiptar. Shkencëtarët tregojnë se i gjithë njerëzimi janë shqiptar, por raca e bardhë jemi pellas gojlir. Shikoni se si bota punon kundër nesh e shqiptarët e shitur kundër vetvetes. O politikan me shpirtra të shitur, o kriminela, Zoti do ju denoj. Me denimin e ti më të lartë, si mund të ashisni këtë tokë të Pellazgjis, Arbëris, Iliris, të Dardanis e Shqipëris për ca parat të pista dhe poste politike, për lukse biznese. A mos i gëzofshit, dhe pa dyshim se s'do i gëzoni, u mallkofshit. As një pushtues për 2500 vjet nuk ka arritu a mbush mendje shqiptarëve të mos mendojnë dy herë e ta lëshojnë këtë vend arbror. Këta arritën ta bëjnë politikanët tonë të shitur, e zbrazën këtë vend. I varfruan shqiptarët duke i lënë pa shpresë. Zgjohuni popull, e bjerni me grusht mu në kokë politikanëve shpirëshitur, e shpëtoni shqiptarin, Dardanin, Arbërin, Ilirin e Pellazgjin. Tu a kthejmë lavdin heronjëve tonë, Aleksandrit Madh, Akilit, Napoleon Bonapartes, Piros, Teutës, Skënderbeut, Naim Frashit, Hasan Prishtinës, Adem Jasharit e heronjëve të shumë të kësaj toke arbrore. Botën e udhëheqin të shmendurit, ata investojnë në amoralitet dhe në kriminalitet, e ne duhet të punojmë që në pushtet të sjellim humanistat e profesionistat. O Zot, që ke krijuar qiellin e planetet, njerëzit e gjallësat dhe çdo gjë në to, na ndihmo në këtë botë të përkohshme të kemi një jetë mesatare dhe të qetë. Amin. Amin o Zot. Faleminderit. O zemrën, o Zot ma ke tërqedh zemrën. Për Zotin prej zemrës plaste kam shkruar këtë poezi, puno që 27 vjetë prej klasës të parë jam këtë rrugë, shkollo, puno, kontribo, sakrifiko dhe në fund më lanë pa punë. Do me shtimat madhen Hashim Thaçin që është sot në Hagë, e ka shpallë pavarësinë e Kosovës, se mos e kish pas shpallë Hashim Thaçi pavarësinë, ti sish ti këtu sa të festu. Hashim Thaçi u që këja, ata që janë në Hagë janë heroj, gjallë janë, heroj gjallë janë, ti si përmen e heqme, du me përmen, Hashim Thaçi ata. Edhe Hashimi në du me shtirë, sa ajo është heroj gjallë.
Hashim Thaçi. Ka të drejtë vëlla jo, ne kena bë luftë. Ne kemi bë luftë të drejtë. Vetë kum punu në Gjermani, jam marrë në luftë unë. Të lumt. Falë Zotit një, Amerikës 2 edhe Hashim Thaçit edhe popullit që janë kanë gërësht popullit. Përshëndes, për ty kom respekt shumë të madh. Hashimin e duhet me shtit. Ato mas Skënderbeut, mas Adem Jasharit, Zahir Pajazitit, Hashim Thaçi. Faleminderit. Kena me kry edhe me ndru edhe një poezi, me ba edhe mirështi edhe fjerë. Jo, ka të drejtë vëllau, se me të vërtet ne kena bë luftë të drejtë. Këta janë duke u mbajt pa drejtësisht në akse, këta gjykuan për krime lufte. Ne kemi bë luftë të drejtë, ata duhet lirohen sa më shpejt, po foli për krime lufte. Për tjerat është diçka tjetër. Edhe unë e thash edhe ma herët, po këthina në fillim, sepse pak në ndërpreti, sepse na S'është do problem. Është pjesë e popullit tonë. na këtë tërqit trupin, shpirtin, një realitet e këtë thonë. është realitet i hidhur, është me të vërtet, ky kom ka pas për 2500 vjet gjenocid pa ndërprerje. S'ka to ku do një gërmani, do gjeni një, nuk po të foli për vdekje natyrale, do gjeni një kafë pa trup ose një trup pa kafë. Do më thonë s'ka pjesë e tokës e Ilirisë, e Pellazgjisë që nuk është mbjellë me eshtrat e shqiptarëve të masakruar. S'ka plumb toke që s'është larë me gjakun e shqiptarëve. Edhe ne të punojmë kaq keq, të bëjmë një politikë kaq keqe, kaq destruktive, ja shikoni si është bë Parlamenti i Kosovës. Për cirk. Mos është ba Big Brother. More Big Brother e Big Sister e gjithë shka janë të bo. Qesharak. Aje i pajtimit, unë e zëherë, kur të foli me njerëz, diskutoj këtë çështjen e parlamentit tonë, politikës tonë, unë e po thamë, mos na kanë bëse hire. Jo, bre, i kena bëse hire vetit, nasi këta janë shit. A thash, janë shpirtat shitur. Kur shitesh, ti lidh kontratë, si kur unë me lidh kontratë me mediumin tënë, edhe me punu për ty. Dhe unë tani nuk kam qare me punu çka ju të më thëni. Në momenti kur unë e du të bëj diçka kundër jush, atëherë ti thu, shikoni. Unë është me fol çka dush. Jo, nuk më kuptove në kontekst. E vërtet ka. Kur të shitesh, ti do të me punu për atë shërbim ku je shit. E vërtet, normal. Dhe tani ti del, i merr votat e qytetarëve, i gënjen dhe punon kundër tyne. Kjo është problemi. Këtu është problemi, po ky popull pse i duron? Sjellë një muj ditë në pushtet, as një muj bili mos sjellë. E shet që nuk janë duke punu për ato që na kanë premtuar gjatë fushatës, largoni more, sjellni njerëz të tjerë, derisa ti sjellim njerëz të durën në pushtet. Në Gjermani në 2016 kanë ikë shqiptarët. Kur ka shku ka thonë pse keni ikë prej Gjermanisë? Ka thonë prej Kosovës, nuk ka luftë atje. Ka thonë mafia në pushtet, nuk po mundu me gjetë vetëm, me gjetë punë, mafia në pushtet. I pjam një gjithve ka 4.000 euro këthe në vendin tonë. Edhe ne kemi pas mafi në pushtet. Po derisa i kemi zgjedhë njerëz të duhur në pushtet, edhe ne kemi ndru i kemi bo, fushata. Shkoni vendin. Faleminderit që ishe pjesë e jona, çfarë mesazhi i kishe dhënë gjithë njerëzve? Mesazhi me politike pa politikë. Mesazhi më i mirë është të punojmë për interesin tonë personal, familjar, shoqëror, adhetar, kombëtar dhe të njerëzimit. Se gjithë shka e mirë reflekton edhe më larg. Nëse ne do bëjmë një shtet fuqishëm, krejt bota kanë që goni Skënderbeut. Skënderbeut në atë kohë askush ta ka përkra. Por kur ka bërë shtetin e fuqishëm, atëre krejt Evropa e bota e kanë lutë për bashkëpunim. Edhe perandoria Osmane, se kam lexuar librin me letrat e Skënderbeut që i ka këmby me Sultan Mehmetin. E lutë në çdo formë. Por ky, me trimërinë e vet, me atë dashurinë e vet, me luftën e vet, me organizimin e vet, ja kthen krejt negative dhe e dorëzon edhe sultanin. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt Zotit. Faleminderit Zotit, faleminderit që na ka dhuru një figurë shumë të mëdha botërore, por edhe Skënderbeun, se po të garantoj, mos kishte qenë ky njeri me luftrat e tina që kanë bërë me shqiptarët bashk, sot s'kishte mujt me fol për tokat arbrore, ilire, pellazgje shqiptare, për gjuhën shqipes, për kombin shqiptar. Shikoni çfarë presioni kemi evropian dhe ndërkombëtar në këtë kohë. Para mendon mos kishte qenë edhe kjo luftë. Ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sillin veç na. Kosova Info informon për çdo gjë.